Minister, i nderuar Ministër i Bujqësisë, i nderuar rektor i Universitetit i dashur Fat Bart, të dashur koleg nga trupi diplomatik, nga organizatat ndërkombëtare, institucionet e huaja dhe sidomos sigurisht pjesëmarrës në këtë konferencë. Është kënaqësi e madhe që jam me ju sot në këtë mbledhje të rëndësishme që sjell studiuesit shkencore, koleg shqiptar, evropianë për diskutuar jo vetëm bujqësinë sotme, por po kështu edhe të ardhmen e bujqësisë së Shqipërisë në hapësirën e përbashkët evropiane. Kjo rikonfirmon edhe një herë qëndrimin apo pozicionin e Tiranës si një vend për mbledhjen e konferencave ndërkombëtare, sidomos në sektorët më të rëndësishëm. Së bashku me kolegët e mi nga ambasada dhe Gizi, unë jam i sigurt që mund të bëjmë dallim. Duan mendje të zgjuara e brillante për ta shoqëruar bujqësinë në një epokë të re. Thënë kjo, bujqësia nuk është një sektor që mund kategorizohet si e vjetër apo si e kohës. Bujqësia është ajo që ushqen botën dhe një sektor pa alternativë. Antarësimi në Bashkimin Evropian, që në fakt ka marrë një dinamik të konsiderueshme gjatë këtyre ditëve, ofron mundësi dhe sfida. Nuk më duhet t'ju kujtoj për rëndësinë e bujqësisë në këtë vend, sepse më shumë se 30% e njerëzve jetojnë me bujqësi. Kësaj është me rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për ekonominë dhe mirëqenien e njerëzve, por edhe për jetën shoqërore. Ofron një burim jetik, punësimi për shumë komunitete rurale dhe kontribuon në mënyrë domethënëse në PBB-n e vendit, e po kështu ofron të ardhura në hapësira e zona që janë pak më të marginalizuara në vende ku punësimi është edhe më i rëndësishëm e mund të marrë çdo lloj forme të mundshme nga bujqësia tek turizmi i qëndrueshëm dhe aktivitetet e tjera. Por përtej shifrave, bujqësia është një prej motorëve kryesor që do të formisojë zhvillimin ekonomik e territorial të Shqipërisë vitet që vijnë, duke përcaktimi se si evoluojnë zonat rurale e po kështu edhe mënyra se si ecën Shqipëria në peizazhin rural evropian. Shqipëria është një vend, dhe mund ta them edhe nga përvoja ime, i bekuar me burime natyrore, me një tokë pjellore, klimë të favorshme dhe një traditë bujqësore që mbështetet në rezistencë e punë të madhe. Por mënyra se si ju do doni ti përktheni këto asete në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, sa orientim ka nevojë në këtë tranzicion të pashmangshëm dhe se si mund të shoqërohet më mirë gjatë kësaj rruge. Pjesëmarrës të nderuar, në fakt mendimtar në këtë fushë mjaft ndërdisiplinore që është bujqësia, i diskutojnë këtë sfidat, i diskutojnë mundësitë, shfrytëzojnë këtë forum ditët që vijnë për të parë zhvillimet nga pikpamja e debateve, diskutimeve, sepse rrugtimi i vendit drejt Bashkimit Evropian përmerr gjithmonë më tepër shpejtësi këto ditë. Nuk është vetëm një rrugtim politik, por po kështu edhe një rrugtim ekonomik, strukturor e mbi të gjitha një transformim shoqëror. Është transformim i shoqërisë në tërësi, një transformim që çel dyer të reja për fermerët dhe për bizneset bujqësore të Shqipërisë. Megjithatë nuk duhet ta bëjmë më romantik se ç'duhet të rrugtim, do të jetë i vështirë me fitues dhe me njerëz që mund të humbasin. Le ta diskutojmë hapur dhe të shohim se si transformimi drejt BE-s do të sjellë avantazhet më të mëdha për shumicën e njerëzve dhe po kështu ka shumë përfitime për të marrë këtu. Integrimi evropian është mundësi transformuese, ofron qasje në tregje më të mëdha të fletshme për të dhënë mundësi produkteve shqiptare për të arritur konsumatorë më të mirë e me gjatë dhe çmime më të mira, sjell rritje të financimeve përmes mekanizmave financuese të Bashkimit Evropian dhe korniza politikave më të forta që nxisin qëndrueshmërinë dhe inovacionin në mbar shoqërinë. Megjithatë mundësitë kanë vlerë vetëm kur jemi gati të përmbushim kërkesat që të thotë harmonizimi legjislacion të rregulloreve me standardet e BE, sistemeve operative, forcimi i institucioneve dhe mbështetja e fermerëve dhe
agrobizneseve që të ushtrojnë praktika që përputhen me këto standarde. Ajo çfarë dua të them është që ka një nevojë të madhe për të investuar në njerëz dhe në dije. Dhe besoj që kjo u theksua edhe nga të gjithë folësit e mëparshëm se sa shumë arsimimi dhe kërkimi akademik është pjesë i saj, sepse integrimi në BE nuk ka të bëjë vetëm me miraklimin e rregullave, por mbi të gjitha me përshtatjen e mendësive dhe kapaciteteve. Kështu, universitetet dhe institucionet kërkimore si ky, ashtu siç u theksua dhe më herët në fjalën time, kanë rol strategjik. Janë ura midis kërkesave teknike të BE-s dhe realitetit të përditshëm të fermerëve dhe komuniteteve rurale. Ata trajnojnë komunitetin e ardhshëm të ekspertë dhe politikbërëse që do ta bëjnë të transformim realitet. Ata nxisin kërkimin, inovacion, lidhin shkencën me praktikën dhe ndërtojnë kapitalin njerëzor që është i domosdoshëm për rritjen e qëndrueshme. Duhet ketë përshtatje që ndodh në çdo nivel, nga nivelet e qeveritare, të universitetet, nga bizneset, e fermat familjare, të gjithë luajnë një rol. Dhe nuk dua që të harroj pa përmendur procesin e reformave që ka kaluar UBT-ja gjatë viteve të fundit, ashtu siç u përmend shpesh. Ky është një gur themele për të përshtatur kërkimin shkencor, sidomos për t'ia përshtatur arsimimin standardeve evropiane. Roli i BOK-u dhe dua të përgëzoj edhe profesor Asnor është i paqënuar në këtë kontekst, duke parë natyrisht edhe me mirënjohje angazhimin afatgjat e këndetëshin Gjermanisë, Austrisë, do të dëgjojmë, jam i sigurt më shumë për këtë nga kolegja ime Monika Cah, për pak dhe angazhimin ndaj bujqësisë shqiptare, po kështu. Gjermania është një partner krenare afatgjat në bashkëpunimin me Shqipërinë. Ne vendosim 30 deri në 40 milion euro sumar për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe do të vazhdojmë ta luajmë këtë rol edhe për forcimin e bujqësisë shqiptare. Qendra e informimit gjeografik që në fakt u ngrit këtu për Ballkanin Perëndimor, gjithashtu edhe zhvillimi strategjik, pra hartimi i doktoraturave për formimin në Universitetin e Tiranës, janë disa prej hapave që nuk do të ndalen këtu në nivel politikash. Ne bashkëpunojmë ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të mbështetur përgatitjen e tyre për të çelur piketat dhe për të ofruar qëndrime negociator sa i takon kapitullit 11 bujqësisë dhe së bashku me delegacionin e BE-s në Shqipëri për të pasur një qasje të mirëfillt të ekipit e Europë, kemi rritur përpjekje dhe mbështetjen për kapitullin për sigurinë ushqimore që ju e dini është kapitull i rëndësishëm. Në terren ne mbështetim fermerët, agrobizneset në gjithë zinxhirin që nga prodhimi i produkteve deri te bulmeti tek agrobizneset për të modernizuar praktikat e tyre në përputhje me kriteret e BE-s. Bujqësia dhe zhvillimi rural është në thelb të mbështetjes së Gjermanisë për vendin, për më tepër angazhimin shtrirë përtej kufirit shqiptar përmes bashkëpunimit në Europën juglindore, duke ndihmuar që ta sjellim të gjithë Ballkanin Perëndimor më pranë BE-s. Kësaj është kënaqësi e veçantë për mua që të përshëndes Dr. Hornhoff, që është përfaqësuesi i Ministrisë Bujqësisë së Gjermanisë, i cili kanë ndjekur nga afër zhvillimet në Shqipëri dhe në rajon. Dhe sigurisht që doktori do të bëhet edhe pjesë e panelit më vonë në këtë konferencë. Dua ta përmbyll me një mesazh të thjeshtë po thelbësor me të gjitha këto ndryshime të shpejta që dëshmojnë çdo ditë, na duhet përshtaten dhe të bashkëpunojmë. Sipas meje, këto janë çelësat kryesor të suksesit, përshtatja me standardet e BE-s, përshtatja me teknologji të reja, përshtatja me ndryshimin e klimës, me kërkesat e tregut, përshtatja me ndryshimet politike e plotshmërisë e brezave të ardhshëm. Dhe kjo përshtatje duhet të përfshijë të gjithë aktorët, qeverinë, akademinë, bizneset, fermerët dhe komunitetet në të njëjtin nivel. Dhe e di që përshtatja ka të bëjë me ndryshimin dhe ndryshimi ndonjëherë të trembë
shkakton ankth, shkakton rezistencë, të bën nervoz, por është i nevojshëm në qoftë se nuk përshtateni, atëherë mjedisi nuk do t'ju afal. Qoftë kjo konferencë jo vetëm hapësirë për diskutime teorike e metodike, por po kështu një hapësirë për zgjidhje inovatore e praktike, të cilat nxisin ndryshimin e mirëfillt. Kemi folur për një kohë të gjatë për përshtatjen, është koha tashmë të veprojmë. Faleminderit. Nderuar Kryeministër, Ministër, i dashur rektor, të shuar koleg, profesor, zonja Zotrin